Shkodra për këtë vlerësim. Tani ftoj profesorin Aliriza Selmani për fjalën e tij. U desh me pranu kërkesën e tij se përndryshe ka qenë edhe profesori im në medrese. Dhe sve. Unë nuk kam shumë, nuk krejt një faqe që do të mundje, do të cilla, do shta doktor Gjollë shumë. Në fillim si zakonisht përshëndetje për gjithë pjesëmarrësit, përshëndetje për kryetarin e Bashkisë Islame të Kosovës që ka gjetë kohë dhe ka ardhur, na ka nderu, zotin Naim Tërnava. Përshëndes Bashkinë Islame të Gjiranit, kryemi Naimin tjetër, Naim Aliun, stanipin e Molla Aliut të Llaftës për të cilën ku më dëgjosh fjalë kështu të mira sepse kishim edhe do lidhje familjare. Me qenë se bashkautori nuk e kemi mnesin e gjallëve, tash unë, dhe me thonë, fjallën do të thëmë diçka vetë. Me qenë se është fjalla për një personalitet fetar edhe kombëtar, nuk ishte punë e lehtë. Edhe as njeni prej neve, do se janë asone, si janë gjendjen, me thonë atë çka mund me thonë atë fëzavnia, asaj ato që mojë si historian të them. Kështu që mirë po gjetëm mirë kuptim, edhe gjetëm shumë mirë. Me thonë drejtë sa për refleksim fillim, po thamë, u takojsh me një zyre temën që atje punojshim deri vonë, mbrëmje, edhe hafëzi mbledhte materiale bukur, i zënonte për medrese, për në mejtepe, asi, unë i thësha, hafëz, nuk kemi fjallën për medresat, për kemi fjallën për Aki Efendijen, e masën e kërë takosh me thëjke, më thëjke e ke marrë sakicën e madhe e të vogën. Së unë i thësha, leja ta, të janë shumë të mira, po se kanë që të vernin, ashtu më që vernin. Mirë po unë në këtë rast. Me qenë se kemi punue ma tepër se 3 vjetë, panalish, për këtë liber. E kemi botue 2005. Po, kështu, unë në këtë rast, kemi hulumtune për arkivat, arkivin e Kosovës normal, gjykatën supreme, gjykatën e Gjilanit, gjykatën e Qarkut në Gjilan, ku gjykatë kryesor ka qenë një Ros, që e ka në emrin shumë të ronë, shumë stabile e vetë, edhe arkivin e shtetit në Tiranë, arkivin e Shkupit, por arkivi si arkiv, materiali qëndron aty, nuk humbë, ruhet. Mirë po, problemi ynë ka qenë edhe ajo qka në këtë rast unë po du të flasë, lidhur me ndjekën edhe pyetjen edhe marrjen pyetjet njerëzit, në fakt historia gjendet në kujtesën e njerëzve. Nga dëshmit e personale që pasojnë realitetin, duke vendosur pjetimin individual me kontekstin, me të gjërë të rezistencë. Dëshmi personale që pasqyron realitetin për tjeve për shlerim. Andaj kemi pas fatin që të takohemi me ata persona që vujtë dhe përjetimet e tyre të shprehin shlershëm para neje. Të më thonë, mas lufte. Kështu që takimi i parë ishte takimi në medrese, kur Haxhi Irfani të bëj shokët e babës, me 1992 në atë salën e medresës nalt, ku u zhvillu një bisedë mjaft konstruktive, që më kujtohet mirë të cilën e udhëheqi Abdullah Musliu i Ferizajit. Abdullah Musliu udhëheqi ata. Kom dëgju për Abdullahin, është shkru një libër, Komuna Ferizajit i ka shkru për, unë ndorë se kum pas librin e ti, kujtimet e Abdullah Musliut i ka shkru. E aty lindi ideja. Dhe me 2001 unë e botova një artikull në Litori Islame, pa ishte shumë pak. Masare bised me Hafëzin edhe me Haxhi Irfanin, u marrën vesh me hipunës ma thellësisht. Por ai morë për obligim me botu librin edhe me na bajt ku t'i thojna. Atëherë na i kim njek faktikisht e ndeshëistët, nxansat e Haki Efendis e të tjerë në për Kosovë, ndërën parë në regionin tonë, në
Kosovë edhe në Maqedoninë shkup, në Tetov, në Kubanov, i kemi jetë dhe kemi ledhë materiat mjaftueshme. Pritjen që ata na bëjshin, nuk mund ta përshkruaj. Kur marrshim vesh për çka na ishim shku me bisedu me ata njerëz. Po them, nuk është vështirë me përshkruaj. Po në këtë rast unë po do t'i përmendi disa raste nëse nuk është e tepërt. Ky Fahri Iliazi i Gjakovës, për cilën ju e dini shumë më mirë se unë, ka thënë, Haki Efendia ishte dietar i madh, patriot i madh, revolucionar i madh, që vendi ynë nuk e ka pasur. Ahmet Pollana i Ferizajt, që ka udhëheq medresën e Ferizajt, ai Haki Efendia shkon në fund vitit shkollor edhe e marr një fjalë aty në fund. A di çka thot kë Ahmet Pollana? Thot bre djalë, unë thot kum kallzu vajzë dhe para Sultan Hamitit. Kum po e kum një, veç që si oratorie, une nuk pasna një kur. Po je i ri, be djalë, po zoti trujt. Tha ma bo, qashtu. Tjetër, kjo është rasti mjaft interesant i Hafëz Jakub Tukagjinit në Prizren. Shkum Bashkinë Islame në Prizren, edhe nga drejton, tha, shkoni të Hafëzi, ajo është imam atje të Hamami, ajo xhamia të Hamami, edhe nuk e kemi largu ata, ish plak, po nuk e kemi largu. Nuk kemi nguc. Edhe na shkum, ishte pak para drekës, filluj një farike shiu, unë alëm të e qesh në mes. Edhe nejse morëm abdesën me falë drekën, kur po vjen, se njofshim, po vjen, dha selam, ja këthim selamin, t'ka i tini jo, pithom Gjilanit, besoni, a i ki njoft Haki Efendinë. Amen, na tash me Hafëzin, se Haqi Fani nuk ishtë në atë moment, në të tje, e na betëm të këqyrë një tjetërin. A i ki njoft Haki Efendinë, po na thot neve, në remen. Mas ju falë dreka, ullum në trapazonin, pithom, sa ki njoft Haki Efendinë? Ta, një dit e kom njoft, pe e kom këto. Edhe janë nisë me të regu, mësë me zxatë në të gjimnazin e Prizrenit, ka qenë mbledhja për peqe dhe feregje. Edhe tash atë të dhele dhe e kishë theq, kë Ali Shukria. Tha i mi shku atë, i mi ullë për para, edhe kanë folë. Tha unë e kumë në orën në atë në banë, në tavoli. Mas babi tha e ka marrë fjallën e tha kërë. Një orë rash, një orë ka diskutu. Mas diskutimit tina s'ka bujt kush me diskutu ma. Fjallën e ti në prezent e kanë përmend shumë kujto Qamilusha i Gjakovës, edhe shumë tjerë në prezent e kanë përmend atë fjallim të Haki Efendis. Se mos qëllohë edhe Ibrahim Cërnila, Mohamed Shatri e ka bo një libër për Ibrahim Cërnilën, kujtimet e tina, ai në rastat ka qërë burg me shkupe më nejë Ferizaj me Haki Efendin, thot, Haki Efendia kur fillke me folë për Ilirët, për Bardhylin, për Agronin, tha thëshe qona prej varri ta marë pushkën. Ato fjallë në të që i ka shkuba me të shatrin në librën e tina, i në mumi për pazon, halo pa botu librin. Ismet Dërmaku, profesor Ismet Dërmaku, ka të jëmë taku me të një disherë, ka thonë, Haki Efendia nuk o dash në përzinë organizatë, se ka qenë njeri te për i malë. Nejsa e to, e tash, do se ene mos po zxatën, Haki Efendia i takon të grupit politik nacionalist, Mulla Idrizin, Hali Moranën, Limon Stanecin, Esab Berish dhe tjerë. Që i ka forsa e vullnetare mbrojtjen e Kufin. Kem bisedo shumë edhe persona që kanë qenë mbrojtje të Kufinit, atje në Svirë të Mbajanaft. Haki Efendia jo veç organizante trime dërgun Kufi, por tha a i komandante së kur të ishte një oficer i lartë. Edhe marrë të pjesë, vetë ka marrë pjesë, të kemë vijë në frontit, që ashtu në fëshin, edhe komandoj ke së kur me qenë në ushtar profesionist. Haki Efendia shquhej për nga pikuria e gjykimit të situatave në nxjerrjen e vendimeve.
pas të heqjes së ushtrisë shqiptare në fillim të muajit nëntor, ushtrisë shqiptare, qëllimi ishte që shpëtohej jeta e të rive dhe të ruhet uniteti. Ajo pa veç divizionet bullgare, divizionet serbe, edhe aeroplanat janë përdor, edhe tenkat tash me një poshtë dorë ata triton mi baval diçka e tillë ka pa hundën. A ke ndej ka para pa ato sene. Edhe ka thonë, ma mirë na duhet diçka me bë, mirujt tri. Fundja mi fut në për brigadat partizane, dhe shta pështoj ma mirë, se sa mi dalë për para aty në divizioneve. Kështu që Kjefendia nuk është gjyku me grupin e që i ka shumë mirë kjo Sabilja i ka shënue, ata e në konë 32 vetë, më zga po shapo, a Kjefendia vetë u gjyku e veç, ka qenë i shtrim në spital. Edhe mërë në mend tash prej spitalit e kanë qumë me gjyku, për kraj 2 vetë, e kanë qumë me gjyku në një zyret tosë, nësë objekti tosë atje. Edhe ka tregu njeni që ka marrë pjesë, tha shpesh i biket fikta, së më keme qëndru, sepse ka pas paralizume, sepse atje në Shkupe kanë majtë në ujtë taft, edhe e u prish këtë. Kështu që basta e kanë qunë në burgun e Sremit, në burgun e Sremit, në spital, disa mjekë Gjermani ishin mundu me shpëtu, po s'kishin mujtë, sepse tash ku shkatrum, veç ka që një shkatrum, dhe tregojnë ata që kanë qenë në burgun e Sremit, na tregonin se dalë këtë të telat aty ka qenë rafikume, spitalit, ta gjithin në bëjkë me grësht. Pranone vetëm faktikisht mos pranoj tjetë përveç bashkimit kombëtar. Bashkimin kombëtar ka pas grësht. Faktikisht unë e përvoj një krasim, tash me marrë Krasniqin, që libre e fundit që e ka shkru, ka kërkue, mos jeshtë një dorë, thëtë nga bashkimi kombëtar. Vetëm edhe që ta ju lutëm, Kjefendia po dhe Mullaj Idrizi kanë qenë kundër sulmit në Gjilan me 23 dhjetor 1924. Ju faleminderit se është të pak. Faleminderit profesor, të nderuar të pranishëm. Para se të ndahemi ftoj edhe për një fjalë përshëndetse pas arsin e Muderizit, Haxhi Irfanin, që ti përshëndet të pranishmit. Dhe një përshëndetje në emër të kryetarit Aliut, edhe kryetarin e Bashkisë Islame Ferit Dermakun, për shkak se është një listë e gjatë që ndoshta i ka harruar, por me respekt për gjithë që jeni të pranishëm.